Allahun e falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. Atë që Allahu subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e tij të drejtë nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala në librin e tij famlart thot: "El-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin." Thot Allahu në këtë ajet, atë ditë shokët e ngusht do t'jenë armiqt njëri tjetrit, përveç se ata që i kanë ndajt sinqerisht miqësins nuk do t'jenë armiq. Kem nevojë që të flasim dhe ta kujtojmë njëri tjetrin për dashurinë reciproke që duhet ta kem ndaj njëri tjetrit. Por unë sot nuk do të flas për dashurinë për hir të Allahut. Se do të flas inshallah në hutben tjetër, do të flasim si duhet me dash dikon për Allahun. Po sot do t'i përmendi dy shembuj, eventualisht 3, prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej shokëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam, si e kanë dashur ata njëri tjetrin. Dashuria e sahabeve ndërmjet vete. Si e ndosht, si e kanë dashur njëri tjetrin. Edhe shembulli më i mirë, irneki më i mirë për ne si musliman, janë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zotën edhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdu në Kur'an, ka thonë febi hudahu muqtadi, udhëzimin e tyre merreni për irnek, nuk kanë me praktiku, edhe s'kanë me ditë me praktiku fenë më mirë askush se shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nëse ndokush e ka praktiku fenë si duhet, jonë ata që e kanë praktiku, se kanë po për zgjolli praktike në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ditë me emitu, me qitë praktik atë që e ka po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas mirti. Du me i përmend dy raste që tregon dashurinë e madhe që e kanë pas sahabët ndërmes vete. Rasti i parë dashurit e mi, rasti mes Ebu Bekrit radiallahu anhu edhe Omerit. Këto një mësimi madh. Kjo ngjarje tregon dashurinë e madhe që e kanë pas ndërmes veti, po tregon edhe një mësim tjetër që nga njëherë këta edhe në hatru ndërmes veti, se shpesh në ndodh neve e ki një vllat tondin, një shok tondin që e dën lilla, e dën shumë, po ka njerë të aprish pak, në natyrshëm është. Ka herë mos mu kuptu drejt, ka njerë qëllon njoni ma ingut qem. Qka është zgjidhja? Disa 20 vjetë kanë pi kafe njoni me tjetën për pak fjallë mos rinë. A është një hak që kjo? Jo, pasha zotës është hak. Nimi kafe i ka pi, për një kafe që se i ka dojtë po sheqer, i gjun kejt ato nimi tjera. Sa është nuk ka islam. Shishoj këtë ngjarje të madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mi, ja u jepi një tokë Ebu Bekrit edhe Omerit. Merreni tha këtë tokë, punoni bashkë në to, fitoni në to, punoni tokën. Dolen me punu në tokë. Ebu Bekri radiallahu anhu me Omerin, tu punu, Ebu Bekri përshpejtoj. Unë ngut ja than një fjalë Omerit, që s'kish qef me ja thonë. Po Ebu Bekri kër e pa që i gaboj, i tha, o Omer, tha, bëma halal, tha. Bëma, tha, halal. Tha, so nguta me ty, tha, ja, tha, s'ta bëj halal. Omer radiallahu anhu, tha, ja, s'ta bëj halal.
Tha, o, bëma mërë halal, tha se unë guta, se po ata qëllim, tha, s'ta bëj halal. Ja nisi Abu Bekr radiallahu anhu me kajt. Tha, Allah, idha ka me shku, ka mu anku të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam edhe u largu. Abu Bekr, e Omeri, ja vazhdoj punën e vetë. Tu punu Omeri, tha, ja Allah, tha, ka jem marën veti mërë Omer, tha. Kush po ta kërkon halalin, po ta kërkon shokjët bajmiri, shoki bajmiri Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, dhe s'pja bën halal. Oj, hake ja Omer, qka është me ty, tha Omer? U kënë gjellë Omeri me njere. Ju kujtuna ato kafet, si haroj kafet të Ebu Bekrit. Jo, përshë tha, shokjët bajmiri. E la punën unis drejt shpisë Ebu Bekrit. Kur shkejt e shpia Ebu Bekrit, trokitin der, dul esmaja qika e vetë. Tha, është baba aty, tha, jo, tha, sështë. Atëra tha Ebu Bekri, e këto një mësimi madhë. Tha Ebu Bekri atëra është e Resulullahi. Qërë, jonë ditë ku jonë da sot zebolin ton, Interpolin mja ushu s'din ka, as din gruja, as din djallja, kur kështë din kurin kë? I hupo më kë, edhe tani fryja, dhe për mu kur kështë dit, po ti, musibet o kjo. Mos me ditë kur kështë i shpis për ty ku jeti, kjo musibet, kjo së është burni. Ebu Bekri o ditë, ja është në shpeja, ja me Resulullahi s.a.s. Jonë ditë vendet dhe në kurin. Ka shku. Hadithi ka ardhë në Sahih Bukhari, kur fol Imam Bukhariu dhe të regon për virtytet e Ebu Bekrit, thot, pejgamberi s.a.s. e ka po të ardhë Ebu Bekrin. Po thot, po vjen shoki juj, e aje këshin ngrit atë teshën e poshme të ti, e po i shpeshton hapat, kur dikush o përngut. Tha, po vjen shoki juj, dikush e pas ka shqetsu. Kur hini të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Bekri dhe i tha, Selam aleikum ja Rasulallah, ja kthej selamin, tha ja Rasulallah, isha tha me Omerin, ndodhi kështu, unë e unguta, ja thash një fjallë që as duhet me ja thonë, ja lypa halalokis nuk ma buni halal. Edhe e nisi me kajt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e mundoj kjo. Po prit po vjen Omeri. Tash pa vjen se e din që të Rasulullahi s.a.s. është Ebu Bekri. Kur erdh, hini, ka ardhë në koleksionin Imam Tirmidhiu të rivajeti tjetër, që në ndërlidh, në bashkon të regimin e bën matë gjatë, tha kur hini Omeri, tha Selamu alaikum ja Rasulallah. Jepi selam Rasulullahit, Rasulullahi si a kthej selamin. Omeri apet, vazhdoj, tha Selamu alaikum ja Rasulallah. Pejgamberi s.a.s. e kthej kokën, u kthy me kokë, shaj revolte, i dul Ebu Omeri, Rasulullahit para ftyrës, tha Selamu alaikum ja Rasulallah, paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi ty o i dërguari i Allahut, nëse dhe ti s'ma kthen mu selamin, çka mbyn jeta mu? Çka mbyn jeta mu, tha. Atëherë pejgamberi s.a.s. ju kthy me një ton të nalt Omerit, edhe të re, ata për rreth çka ishin të ndëgju këtë bashkëbisedë, tha vllav jut po ta kërkon halalin, e ti s'pja bën halal. Tha, kur më bëzun mu banor të Mekës, më nxirën, kush erdh me mu, kush s'mla vetum, Ebu Bekri, kush më ndihmoi tha me pasurinë e tij, Ebu Bekri, hel entum tariku sahibi, hel entum tariku sahibi, hel entum tariku sahibi. A doni me malo rahat ta shokin tem? A doni me malo rahat? Unë ngrit për ati qoshit Ebu Bekri, tha ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, ana kuntu adhlem. Unë thaj këmë bo pa drejtësi, mos e qërto se s'ka faj kë. Atër Omeri tha ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, tha, vallahi tha, nuk kam ftyrë tokës dikon që e du ma shumë se ty ja Rasulallah. E pas te e njeri që e du ma shumë ti tha është Ebu Bekri radiallahu anhu. Tha dhe sa haraj më kërkon mu halal, e ka halal prej meje. Atër Ebu Bekri tha ja Rasulallah, vallahi tha dhune, tha nuk kam ftyrë tokës, tha që e du dikon ma shumë se ty që ja Rasulallah. Pas te e njerin që mas shumë ti e du, tha është Omeri radiallahu anhu. Atër e kapen një tjetrin edhe e shtrëngun, këtë rëngon dashurit sinqert, dashurit e mi, dashuri hakikat, jo dashuri fals. Thot Aisha radiallahu anha, pas këti qortimi që aboni
Rasulullah s.a.s. Omerit të pesaj dite kur folshin sahabet tjertë me Ebu Bekrin e ulshin zonin, se e dishin që me shqetsu Ebu Bekrin, kanë me shqetsu Rasulullahin. Kjo dashurit e mi është edhe një porosit tjetër e madhe, mi au dit pozitat njerëzve, me dit këve kom po fol. Kur të fol me dikon që o maj vjetër, me dit qësh po fol me to. Kur të fol me dikon që është maj vjetër se ti në islam, me dit qësh po fol me to. Se i ka një 50.000 sejtë para teje. Një 50.000 herë para teje, ka thonë subhanallah, alhamdulillah. Kjo shumë. O shumë për ata që i kanë zemna, që i kanë zemrat e mloja. Rasti dytë edhe mos me e zotë, se po hecë koha, është dashuria e Omerit radiallahu anhu për Ebu Ubejden, edhe dashuria e Ebu Ubejdes për Omerin. Ebu Ubejdu ibn al-Jarrah, që Rasulullah s.a.s. tha, eminu hadhil umme, Ebu Ubejde, tha, besniku i këti ymeti, tha, është Ebu Ubejdja. është Ebu Ubejdja. Kër shkoj Omeri, pas qlirimit këtë se dashurit e mi, kur u shliru këtë që sherifi, Allahu e shliroft, ja Rabbi, se edhe pet në u ka u kupu. Allahu e shliroft, edhe e boft që muslimant me e pasë ndorat e pat, 45 dit u konin mbyllum, zdja e dini, që zbesoj që e dini këtë punë. Një pjesë e vogël e ju janë ndoshta e ka po, se mediat se qesin këto. 45 dit u konin mbyllur këtë së sherifi. Kiblja e pare muslimanve. Allah e shliroft, ja Rabbi, sa ma shpet. E na bof nasib më u falën të ja Rabbel Alemin. Allahu shpirtat mës na i martë, pa e pa të shlirun këtë si, thune amin. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur e boni me shlirun kone Omerit këtë si, në shliru këtë si, dull Omeri me shku me i marë qisat e këtë si, po dhe me i vizitu, dhe i kemi këshyr udhetsat, shkoj me vizitu Ebu Ubejdu ibn al-Jarrahin. Para kësaj dashurit e mi, se ka marë pitetin këtë emini i këty ymmeti, besniki i këty ymmeti Ebu Ubejdja. Shkoj të ushtarët, po i pyt për gjetësa që i përgaditëshin ushqim ushtarëve, tha, qka po hani buk, qka po qesin buk, tha, kur e prun i qyten do loj do mish, me një loj buke të mirë, standartet asaj kohë, si një loj supe, mirë, tha. E komandanti, tha, qka han? Që në mërë, këse, ta Omeri është ku pasuli kogra. Tha, e komandanti, qka? Tha, komandanti, valloj, tha, nuk han, vetëm se një loj buke që, a di sikur i thojmë në që rinë ka 4-5 dit. Që ata e mërë, tha, dhe e zbut, tha, në një far uflet, që vesh me e kërku, do më thonë, qka? Të ithtin e malta e janë isi me kajtë Omeri, tha, o, valloj, tha, o, Ebu Ubejde, nuk të ka qujtë Rasulullah s.a.s. Eminu hadhil umme, besniku i këti ymmeti. Atër e hini me e pan shpet, dhe ke me pa përs ofert i kur hini në shtëpine e Ebu Ubejdes radiallahu anhu, që ka me pan shpin e ti. E pan një shpat që kishte Ebu Ubejde, ato me atë që luftojke, pastaj e pan një hasër, një shpi të shkret, jo modeste, shpi e një fukarajet këput, a kush komandanti, udhëhetsi, i krejt Shamit. Atër i tha, Omeri tha, ja Ebu Ubejde, tha, o Ebu Ubejde, tha, inni dajfuke, unë jam musafiri jëtë, ndëram që të më një shka me hongër. U që Ebu Ubejde me këqyrë nuk gjeti në shpi për gjishka tjetër për pas ujit, edhe një copë buke. Kër e pa Omeri këtë gjendje, ja nisi me kajtë, tha, ja Ebu Ubejde, kullëna gajaret në dunja, illa Ebu Ubejde, tha, kejtëve dunjaja në ka ndru, veç ty Ebu Ubejde, jo. Atër Ebu Ubejde e bonin nëse atë, tha, o, Omer, tha, ditë jonë të pakta, kalojnë shpejt. Dhe mek, vdekje dhe kena afer, edhe ashtu ndodhe Ebu Ubejde pas kësaj vdeq, kur u shpërda tauni, kjo të regon dashurin e madhe që e ka pas Omeri për Ebu Ubejden, dëll kolera në kohën e Omerit radiallahu anhu në vitin e 17, se Ebu Ubejde ka vdekë vitin e 18 hijri. U shpërda kolera, kur ndëgjej Omeri radiallahu anhu, se u shpërda kolera i dhim ke Ebu Ubejde, se e ka do shumë Omeri Ebu Ubejden. Jënë kënë të ndajt një dit me sahabet, ju ka thonë Omeri sahabeve të men nëu,
Shpresoni që kishni pas dëshirë ju me pas e me jep për Allahun. Njëng në kishton kisha pas dëshirë me pas këtë dhomë të mbushme me dukat e këtë me jep në rrugën e Allahut. Tjetri tha këto e ato kur i dherë rralla Omerit tha temenne ja ente ja emirul mu'minin. Çka s'po shpreson ti oj prisi besimtarve? Çka kishe pas qef ti me pas e me jep për Allahun? Tha kisha pas qef këtë dhomë me pas të mbushur me burra sikur se Ebu Ubejde. Se ka qenë buri madh, 1/10 për gëzuar me xhennet. Kur mditi Omeri se tauni kolera o shpërda, e mor letrën edhe shkrujti Bismillahirrahmanirrahim min Emiril Mu'minin Omar ibn al-Khattab ila Ebi Ubejde ibn al-Gjarrah. Tha me emrin Allahut me shirusit, me shërbërsit prej prisit të besimtarve. Omeri biri Khattabit i drejtohet Ebu Ubejde ibn al-Gjarrahit. O Ebu Ubejde, nëse kjo letër të arin të ti, hala pa e lexu mirë, eja tonë se kam nevoj për ty. A Omeri s'kish nevoj për to. Tha eja tha se kom një hall të madh o Ebu Ubejde. A Omeri s'kish hall. Halli Omerit ishi mos pe kap tauni, mos pe kap kolera Ebu Ubejdin e po vdek. A me Ebu Ubejde e mor vesh. E kuptoj se Omeri o ka don me nxjerr prej Shamit për me shpëtu taunit, me shpëtu kolerës. E mor njëjtën letër e shkrujti tha ja Emir al-Mu'minin, tha o prisi e besimtarve, tha unë e pe di qëllimin tënë çka po don ti. Po tha unë jam gjund min gjundillah, jam një ushtar pe ushtarve të Allahut. Nuk do të përgjigj në këse heri, ma bon halal. Do të qëndroj me ushtarët e mi derisa Allahu të përren, të cakton, të kryn caktimin e ti çka ka mendotu. Ja jetë, ja vdekje. Kur i erdhë letra Omerit radiallahu anhu, e mor Omeri me lexu letrën, s'moj ke me lexu. Që thojmë na me një fry me lexoj ke. E lexoj ke me një fry, sahabet pekëshyrin edhe i thanë, ja, Emir al-Mu'minin, o prisi besimtarve, a diq Ebu Ubejdeja? Tha jo, tha s'ka dek, po është gati me dek. E me kërrugës. Edhe ashtu zotë ndodhi kur erdhi lajmi Omerit radiallahu anhu se ka vdek Ebu Ubejda, ushtoi me dinja prej vajit Omerit, sa që thuhet, ju kanë aj syt prej vajit atë shumë ka kajt për Ebu Ubejden, se ka dasht hak. E ka dasht hak. Dashuria e tyre ka qenë hak, nuk ka qenë dashuria e tyre për mallin e dynjas. S'ka qenë dashuria e tyre për rraqet e dynjas, pe kanë dash njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala. Allahu na bof që më u dash për hir tina. Më u bof, na bof pe atyne që e dojmë njëri tjetrin pa hile, e dojmë njëri tjetrin se kem dëshmu dhe deklaru se s'meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.